Një 58 vjeçar përfundoi në prangat e policisë pasi u kap nga specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë po këta specialistë proceduan një 61 dhe një 67 vjeçar, njëri banues në Kullaj dhe tjetri në Paqram, si dhe një 77 vjeçar banues në Vukatan, pasi u kapën pale e drejtimit duke drejtuar motomjetet respektive. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në drejtorinë e kufirit dhe migracionit proceduan një 22 vjeçar banues në Thuks për veprën penale, kontrabandë me madhra për të paguar akcizë pasi u kap në Muriçan duke transportuar me automjet madhra të ndryshme të dyshuara të kontrabanduara që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 39 vjeçar banues në Shkodër për veprat penale tregtimi dhe transportimi madrave kontrabanda me madhra të tjerë, fshehje të ardhurave, shkelje të drejtave industriale dhe punësimi pa ligjshëm, pasi gjatë kontrollit të një servis automjetesh u konstatuan pjesë të ndryshme të dyshuara të kontrabanduara pa faturë tatimore. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 50 pjesë automjetesh. Gjithashtu në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve kryen disa procedime, një 19 vjeçar pasi në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike, një 38 vjeçar pasi u shtroi dhumbë psikologjike ndaj bashkëshortes. Gjithashtu një 40 vjeçar raportohet se në Vermosh ka humbur jetën për shkak të një arresti kardiak. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.